Jozi çudit shkon në prekas, ja për çfarë sulmojnë fansat. Jozi pak minuta përpara se të largohej nga Big Brother VIP, bëri edhe goditjen e gjestit në fytyrë, një moment i pabes që u diskutua shumë në rrjetet sociale, që nga ai moment ai shtoi mbi 30.000 ndjekës në Instagramin e tij, por nuk bëri asnjë reagim konkret mbi këtë situatë. E duket se reagimin e parë direkt në lidhje me gjestjen dhe Kosovën e ka bërë ditën e sotme, teksa gjithçka ndodhi pas hakimit nga hakerat kosovar. Pasi u mbyll për 2 ditë Instagrami i tij, atij më së fundmi ju rikthye, por kësaj here duket se e ka bërë privat dhe arsyeja u zbulua. Në postimin e parë të bërë që nga hapja e Instagramit, ai postoi një foto nga shtëpia e Demjasharit, heroit kombëtar në prekas, teksa duket qartë që Jozi nuk ka dashur komentet negative që të ishin pjesë e Instagramit të tij. Kjo shihet edhe si një pabesi tjetër, teksa shumica e komentuesve kanë thënë se pse kjo shkuarje në Kosovë dhe në memorialin e heroit legjendar natën, teksa është akuzuar se ka pasur frikë që të shkojë gjatë ditës dhe ka shkuar si hajna. Jozi nga ana tjetër nuk ka dashur të jap më shumë koment, teksa ka postuar edhe një foto tjetër duke dalë vetë dhe duke pozuar në një fotografi. Nga ana tjetër, Jozi duket se është përjashtuar nga shoqëria e tij me banorët e Big Brother VIP divanit të kuq, edhe pse ishte një ndër banorët më të dalluar të grupimit të tij, duket se të gjithë kanë dalë tashmë për herë të dytë në një darkë brenda pak ditëve, e Jozi nuk është ftuar as pak, teksa të gjithë duket se janë distancuar nga veprimet e Jozit. Ndërka që disa të tjerë e kanë parë shkuarjen e Jozit në prekas si një provokim tjetër nga ana e tij, teksa tashmë ai nuk ka dalë akoma të kërkojë falje për gjestin e bërë në gjysmën finale.